Miqtë e mirë, përshëndes. Ndodhem në një kultur që nuk është i zakonshëm. Mund ta kemi në shtëpia tona, por në fakt qëllimi i ardhjes tonë sot dhe i uljes pikërisht në këtë kultur na çon në një tjetër atmosferë dhe në një tjetër gjendje. Atë që shumë prej nesh, në fakt, njëherë një jetë në varësi të kushteve dhe të sasisë përjetuar, e përjeton ankthin, stresin, mbas edhe depresionin, apo frikra të ndryshme, fobit. Jemi në studion e psikologut Jashar Demiri, profesorit psikologjisë në universitet apo jo, na ka hapur këtë studio sot për të na bërë të kuptojmë gjithë ne apo jo, në varësi të rrethanave tona jetësore, se cili është kontakti që ne duhet kemi me psikologun. Jo domosdoshmërisht është siklet apo një lloj frike për të kontaktuar apo jo, profesor, megjithatë është sikur të bisedosh me një mik dhe një mënyrë e mirë për të larguar kështu pjesën më të madhe të gjërave që na shqetësojnë. Mirë se gjetëm. Mirë se erdhët. Ju e prezantuat bukur qëllimin, edhe me të vërtetë që është një temë që duhet rrahur shpesh, edhe ne psikologët duhet jemi më shumë pranë jush, për të ndihmuar njerëzit, sepse me të vërtetë që kemi të bëjmë me shpirtra të trazuar, me njerëz të trembur, me njerëz që janë futur në rreth vicioz, nga ankthi, stresi, paniku. Fjala panik nuk ka të bëjë me të qenit frikacak, por njeriu domethënë panikohet për gjëra që nuk i di. Edhe pse mund të jenë shëndoshë mirë nga shëndeti, shkojnë bëjnë vizita të ndryshme, dalin shkëlqyer prapë se prapë, ju duket sikur bota po përmbyset mbi ta. Stresi dhe ankthi janë pjesë integrale e jetës njerëzore. Domethënë është e pamundur gjesh njëri pa stres dhe pa ankth deri në kufit e lejuar, madje është si ai Chelsea që ndez motorrinën dhe vjen njeriu në lëvizje. Mirë, po këtu bëhet fjalë për stresin dhe ankthin e tepruar. Atë që del jashtë kontrollit ton, i cili tani do trajtuar për arsye se e kalon atë kufit e qenit, domethënë që na ndihmon, na vjen në lëvizje. Tani ai është në masën e tillë që na pengon, na prish të cilësinë e jetës. Marrim për shembull një student. Stresi, meraku, ankthi se s'do marr provimin e bën që të studiojë, atë dhe e vjen në lëvizje. Por ankthi i tepruar që bën të mos jetë i përqendruar, të mos mbaj mend dhe i tmerruar, edhe jo vetëm gjatë studimit, por edhe kur shkon në provim, pra që është bllokues, këtë rast është i dëmshëm dhe duhet hequr. Tani, këtu te psikologu, domethënë, nuk jam vetëm un psikolog, ka shumë, po psikolog klinicist ka pak, është më tepër specializuar jashtë. Vinë shumë njerëz dhe sot njerëzit e kanë kuptuar që ashtu siç krahasitim një pemë, ose siç bëjmë një shërbim, pra duhet pastrojmë edhe mendjen. Ne edhe duhet të mësojmë gjërat të cilat na duhen. Pse na duhen? Po se nuk mundet që ta menaxhosh diçka pa e njohur. Dhe shumë njerëz që vinë bëjnë seancat, ndodh një mrekulli me ta. Çlirohen. Si çlirohen, pse çlirohen? Po sepse nga viktim kthehen në shkencëtar menaxhues të ankthit tyre. Domethënë, e kuptojnë që kemi të bëjmë me diçka që na tmerron, na frikson, jo objektive, dhe prandaj ne përdorim atë fjalën e bukur që quhet pranimi. Çdo thot pranimi. Askush nuk do ta ketë ankthin e stresin e tepruar, ankthin sidomos ose panikun, po kur e kuptojmë që s'ka ç'na bën, edhe se nuk është një sëmundje, nuk është sëmundje, ankthi nuk është sëmundje, madje edhe nuk çon në sëmundje, atëherë sikur ai lehtësohet, i hiqet gjysma e skeqës. Sepse njerëzit që kanë ankth, domethënë friksohen nga mendime të tilla, për shembull që sikur një rrezik po më afrohet, do vdes, mos çmendem, se mos humb kontrollin pikërisht, se mos bien depresion. Gjë që nuk është depresion sëmundje, ky quhet depresion reagues. Domethënë, njeriu i trembur, i stresuar reagon me mërzitje. Po kjo mërzitje ose ky deprimim nuk është sëmundje, nuk është patologjik, është reagim, është një lloj sikur na ndodhe një fatkeqësi dhe u mërzitem, domethënë, këtu tani nuk mërzitet nga ndodhia, po mërzitet nga mendimi. Edhe vjet në gjendje alarmi, i cili pastaj avash kthehet si kronik. Kthehet si kronik dhe pastaj janë vetë kurthet e ankthit dhe ato të panikut që çfarë nuk të thot mendja. Përpiqesh ti verifikosh, mendja thot gjërat e tjera, edhe nuk i kap dot, pastaj edhe bën një ngrehin, mendimesh negative, katastrofizuese, dhe i duket njeriu sikur mori fund gjithçka. Çdo ngjarje që dëgjon të frikshme mendon se radhën e ka ai.
nuk guxon. Profesor, janë të lidhura në shumicën e rasteve me fëmirinë dhe le të themi mënyrën se si ne jemi formuar, rritur, edukuar dhe gjithçka që ka ndodhur në një moshë të hershme rishfaqen në moshë të vonë apo dhe ndodhit e një moshë të caktuar më të rritur? Sigurisht, kjo dallohet fare lehtë, për shembull të gjithë njerëzit që vinë, unë pak a shumë i dalloj që janë shëndoshë mirë, por duket pak në sytë e tyre ajo frika, domethënë edhe dyshimi, edhe meraku se do na ndihmojë ky doktor apo jo, se kemi vënë për shumë doktorë, s'po na gjejnë sëmundjen, se s'ka. Tani, unë shoh edhe prindit e tyre që i shoqërojnë edhe ata të trembur, domethënë. Pra, vetë prindrit kanë qenë i çik ankthios, edhe dyshues, edhe i çik domethënë edhe e kanë rritur atë fëmijën me shumë këshilla, po sikure, pse mos e psikologjia mosit e nuk e kanë lënë të marrë, sigurisht, ndalesave, nuk e kanë lënë të marrë as atë që quhet deftesa e rrugës. Deftesa e rrugës është si thik me dy presë, se të mëson edhe drogën, alkoolin e bixhozin, por ama është e nevojshme që të bën përballësh, domethënë fëmia duhet mësohet, luhet, vrapohet, përballojë edhe rreziqe, pse jo? Edhe tre arsyet se pse njerëzit janë pra me panik apo ankth, janë e para se njerë burojnë ose origjina e tyre është nga njerëz me ndjenjë lart përgjegjësie, me shumë sidre dignitet, me dëshirën për të mos bërë gabime, domethënë ndjenje sublime si quhet. Me merakun për të bërë më të mirën për tjerët, domethënë njerëzit me ankth ndjen shumë përgjegjës për tjerët, domethënë. Edhe mbi zgjuarsi, po mbi zgjuarsia lidhet edhe me mbi vigjilencën. Kjo është e para. Ata janë njerëz të mrekullueshëm, por kjo ndodh. Pastaj janë ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur në jetë, ngjarjet. Humbja në njeriu të afërt, në sëmundje, në divorc, në kështu lëvizjet, ose mund të kenë qenë edhe lëvizjet mira, për shembull, a kupton ti? Po që janë sigurisht kanë patur karakter akumulues, domethënë. Të zëm, kur më është dhënë emrimi mua, që emrim shumë i dëshiruar, po që se besoja, ndjeva që nga gëzimi i madh, sepse imagjino një student i përsa mbaru fakultetin dhe emërohet, ndjeva që po më rrihte zemra shumë, po e dija se ç'ishte, domethënë nuk u tremba. Dhe mbasi u shpërndam, domethënë ja kam futur vrapit se prodhohet shumë adrenalin. Pra, njeriu t'i ndodh edhe nga gëzimi ajo që të ndryshon, domethënë krejt punë e organeve, domethënë edhe kalojnë në hiperaktivitet. Po kjo është pozitive, se tregon që njeriu ka fuqi, ka potencial, ka energji. Pra duhet djegur adrenalina kur të kap ky paniku. Mirë, po njerëzit bëjnë të kundërtën, në vend që të punojnë, ndalin punën, në vend që të vrapojnë, pushojnë, në vend që të mbushen me frymë thellë, furnizojnë me oksigjen, e ndalojnë, në vend që të domethënë bëjnë të kundërtat, në vend që të qetësohen, friksohen, edhe i hudhin zjarrit benzinë. Edhe pastaj ndodh që futen rreth vicioz, ka njerëz që prej panikut përfundojnë dhe në urgjencë. Mirë, po këtu te ne ka një të keqe se mblidhen doktorët gjasme se po të shpëtojmë, po të vizitojmë, nuk i thonë se s'ke asgjë fare, hiqen sikur i bën një nder të madh, se duan të marrin edhe një lek. Tjetri largohet me mendimin që desh vdiqja, po më shpëton doktorët, më shpëtoi fati, a do më shpëtoi fati herë tjetër kur kanë atake paniku. Kurse po të shkosh në urgjencë në Itali për këto thotë ik, s'ke gjë, thotë ke zon vendin e një tjetri që ka nevojë. Ti thotë ik, qetësou, shko te psikologu, domethënë mësoje se ç'është, mos na hajde më në urgjencë për këto gjëra, e kupton? Këtu të nuk tas, mungesë informacioni. Megjithatë, ne shpesh nuk e kemi patur të lehtë, profesor, kontaktin me tjetrin, aq më tepër psikologu. Na është dukur gati sikur gjithë ekuilibrat tonë janë prishur dhe të pranojmë që do shkojmë tek psikologu ka qenë deri diku pak e vështirë. Janë thyer pak këto tabu dhe është bërë psikologu njësoj si mjeku infeksionist apo si mjeku që na viziton nga gripi për shembull. Tani opinioni për psikologun ka ndryshuar shumë. Fal edhe ju mediave, a kupton? Edhe tani njerëzit kanë kuptuar që si në botën perëndimore që secili ka avokatin e vet mbrojtës, ka dhe psikologun e vet. Unë për shembull jam habitur te abetarja e fëmijëve japonez që thuaj diku aty, unë jam shumë i gëzuar se kam psikologun tim. Psikologu im më mbron, më orienton, më ndihmon. Domethënë shiko fëmia. Pra rritet me atë që domethënë psikologu mua më duhet. Edhe bota e ka kështu, domethënë që pyet specialistin për çdo gjë, edhe nuk trashen gjërat. Kurse këtu te ne vinte psikologu pasi trashen gjërat, edhe vinë njerëz të bindur se janë të smur, të bindur se s'ka fund vujtje e tyre, të bindur se s'do ketë përfundim mirë, të bindur pra me mendime katastrofizuese të tmerrshme. Por ama ka rëndësi që vinë,
Edhe tani vinë ashtu siç duhet të arë, se më përpara shkonin te psikiatrët, endeshin e për doktorët dhe në fund vinin te ne. Tani e kanë kuptuar që duhet filluar nga më e lehta, një të shohim, domethënë, dhe jemi ne psikologët, pastaj nëse shohim diçka patologjike, ne duhet ta çojmë te psikiatri. Profesori Lëvi Vebi unë dies pas kur erdhi nga Amerika dhe tha do bashkëpunojmë, edhe tha unë nuk dua që asnjë pacient të vjetë unë pa kaluar nga ty, sepse jetja që e kupton është për mua apo jo? Një lloj doze fillestare. Sigurisht, sepse pse të mos përdoren terapitë e ëmbla, domethënë që është psikoterapia, psikoterapi kognitive, sjellje strategjike, janë ato hipnoterapia, janë ato format e bukura, edhe ilaçet bimore, po pse duhet të fillojmë direkt me ilaçe psikiatri, është artilleri e rënë, një lloj sigur për të vrarë një zog gjuhë me top, kur i thon. Njerëzit tashti e kanë kuptuar dhe vinë. Ata që nuk vinë, janë ata që kanë ankth social. Edhe është çudi e madhe se ankthi social është shumë i përhapur. Domethënë turp, skuqje, bllokim kur ka të bëjë me tjerë të kështu, domethënë sedre madhe, ankth performance, ankth para hatime veten, dismorfobi që krijon njeriu. Këto tani, ky është ankthi më i trajtueshëm, me psikoterapi flasim. Mirë, po 80% e klientëve nuk vinë sepse e ka për shkak të ankthit, domethënë thotë si do i them unë tjetrit, pa i do të çuditet me mua, do thotë po ky, domethënë si do pra ka merak që të bisedojë me një tjetër rreth problemit. Edhe pastaj frika e paragjykimit, edhe pastaj ato janë të çuditshëm se për shembull rri vetëm, i duket sikur tjerë thotë i shkret i këtij si avar njëri, rri me njerëz, ndjes siklet. Domethënë parahati e madhe. Mirë, po edhe këto të ankthit social, që në seancën e parë që na vinë, binden që e kanë nevojshme, edhe trajtimin, se edhe ankthi social, edhe çdo lloj ankthi, edhe fobit, nuk janë diçka e lindur, janë diçka e mësuar. Pra quhet sjellje e mësuar. Dhe ashtu siç janë mësuar, çmësohen këto. Shumë klient çojnë letrat e intervista dhe unë ju jap përgjigje çdo të shtunë, ju jap, mirë po letrat janë të shumta me thas, ne mundësia për t'ju përgjigjur është vetëm një. Ju televizionet ndikoni shumë, ndikoni që njerëzit të sqarojnë. Pra, le ta dinë të gjithë që një njeri me ankth as nuk vdes për shkak të pushimit të zemrës, se zemra i shton rrahjet, se ai tregon fuqi potencial. Bile është një skicë aty që, për shembull, për moshën 20 vjeçë deri 160 rrahura quhet mrekulli, shiqur që zemra jote rehaq. Mirë, po të kalojë 100 shejt me rrohet. Sportistët i shkojnë deri në 300. Ashtu. Pastaj fillojnë rrinë matin tensionet. Nga frika rritet tensioni, pastaj bo dhe më keq, futet në rreth vicioz. Frika shton ndjesitë, rrahjet shtojnë frikën, futen në rreth vicioz. Vdiqja mbarova, do njerëz të shtëpisë aty, shkon në urgjencë, duket sikur atje pastaj do të ketë shtëpinë afër urgjencës, domethënë bën gjëra që s'ka nevojë fare për to, vetëm se nuk i din. Pra, profesor, çfarë ndodh në trurin e një pacienti që ka gjithë këto ndjesi, në trurin dhe në trupin e tij? Po, kjo është pyetje e bukur. Shiko tani, truri është komandanti i cili mba organet në punë. Organet njeriu funksionon me organet dhe me gjëndrat. Ato janë si ushtarët. Ata veprojnë sipas komandave që u jepet. Truri edhe natën, për shembull, që ne kur flejmë gjumi i mban punë, mushkrin, zemrën, krejt, po punojnë më qetë se nuk kemi mendime të frikshme. Edhe sa po vinë klientët që më raportojnë për këto simptoma, unë i pyes, kur i ke ditën apo natën? Jo, më natën flej gjumë, po t'ishte sëmundje do flije gjumë ti, pra që këtu bindemi që kanë lidhje me mendimet. Tani, çfarë ndodh? Njeriu ka shumë organe dhe gjëndra të cilat i vënë punë për të shpëtuar nga rreziku, për të luftuar, domethënë edhe vrapojnë ato edhe bëjnë. Atëherë nëse kemi një rrezik, zemra do i shtojë rrahjet normal. Nevoja për oksigjen do shtohet, domethënë gjaku do qarkullojë më shumë, fuqit shtohen, do luftojmë, do bëjmë ashtu. Mirë po, kur s'kemi rrezik real dhe kemi thjesht mendim për rrezikun, atëherë komandanti jep komandën. Një ndër gjëndrat më të rëndësishme që prodhon karburantin e njeriut janë gjëndrat mbiveshkore ose gjëndrat adrenale. Ato prodhojnë dy lloj substancash, adrenalin dhe noradrenalin. Adrenalin është hormoni i karburanti që e vjen njeriu në lëvizje, bën të vrapojë, të marrë masa, edhe energji të madhe prodhohet. Noradrenalin është hormoni i zemrimit dhe i natit. Kur këto prodhohen me nevojë, edhe digjen, njëru nuk pëson gjë. Kur këto prodhohen thjesht nga mendimi, mbushet trupi do ta djeg, shton reagimet, njëru trembet, po ndodh me mua, thot. E kupton? Nëse ne jemi në polin e veriut, për shembull, minus 60 gradë dhe dridhemi, e dim që atje dridhemi nga të ftohti. Kurse këtu thot,
Ç'është kjo? Më erdhi nga zgjoja, më erdhi kot, çam kap më kështu. Edhe pastaj është i paqet ai. Ai thot jam mirë, po do më kape. Ajo gjeni është merronjse. Duket sikur more fund. Edhe thuj sa dushti që nuk vdes njëri nga këto. As nuk vdes nga pushimi i zemrës. Këta njerëz janë më të mbrojturit, më të fortit, ta me atake paniku. As nuk mushkërinë ka shkëlqyer, smuret kur nga astma. As nuk çmendet, frika më kryesore është çmendet. Këta nuk çmenden kurrë këta. Domethënë janë më të fortit, pse? Se truri i tyre tregon fort qëndrueshmëri mendore. Në luftë me mendimet e këqija, po edhe mërzitja. As nuk bien depresion, as nuk ju bie të fiket. Kujtojnë si ju bie të fiket. Bile ka raste kur më thot më ka rënë të fiket, i them unë nuk ndodh kurrë, s'ndodh. Po thot po më ka ndodhur. Jo, t'janë rësuar syt, kanë lëviz ekuilibrat, po kur s'ka rënë të fiket që jo ashtu s'm ka rënë. Pra nuk është fiket ky, pra ato që kanë panik janë rast anti të fiket. Pse? Se zemra i shton rrahjet, bën të kundërtën e asaj që i duhet njeriu për të rënë të fiket. Nuk i pakson, po i shton. Pra hyn më një herë në punë. As nuk e humbin kontrollin, se prodhimi i adrenalines, nga që ndjen nevojë për të vrapuar, për të kështu duket sikur mos do sulmojnë një, do bëjnë një hata, domethënë. Edhe këto mendime të çuditshme e friksojnë edhe më shumë. Thotë, "Ora, çfarë mendoj këto gjëra? Duket se po çmendem." Edhe as nuk ja dallojnë të tjerët gjendjen e tij, njerëz me atake paniku me ankth, duken 10 vjet më të rinj, se ata janë në lëvizje si baticat e detit që e mbajnë detin pastër. Prandaj mos u çuditni që u kam një libër që flet. Në këtë rast çfarë do të themi për normale, profesor? Ai thotë që ankthi është një mësues i rrep, po gjithsesi të mëson. Më kanë ardhur për shembull këtu përdorues droge, e kanë kap simptomat e ankthit, vjen thotë, "Bëj çfarë thosh ti, vetëm shpëtom." Duke lënë këto, droga, duhan, alkool e këto, domethënë ai shpëton nga një e keqe, po mos jetë ankthi, ai se bën këtë. Ai katalizatorin. Mirë, po ankthi e bën atë e shkund mirë, e trem. Vjen ai edhe i lën ai, e kupton? Edhe i them kujdes mos i përdor më këto sepse nga këto e patë. Unë thotë, shiqyr që shpëtova, si përdor më. Tani, çfarë ndodh këtu? E vërtetë është që njeriu t'i bëjë gjërat ashtu si duhet. Tani, një profesor amerikan thotë që simptomat që ndjen, thotë nuk janë smundje, madje thotë janë fillimi i shërimit. Pse? Njeriu mëson se çfarë duhet bëje. Domethënë, se për shembull, edhe unë sikur të pi 3 Red Bull, gjendja rrezik bën për urgjencë, po unë e di se e kam nga Red Bulli. Ai ta caron, për shembull, bile njerëzit e përdorin pi Red Bull, ai shko mat ato rajet e zemrës merr raport, domethënë, ato pa ndërgjeshmit, e kupton, dihet ajo. Shumë kafe që acarojnë nervat e këto pijet me bazë kole, këto duhane, kafeinat, gjitha këto. Tashti, pse ato ndikojnë direkt të gjendrat biveshkore për të prodhuar adrenalin? Kur thotë njeriu u mbusha me adrenalin. U mbusha me adrenalin, pa jo adrenalin do djegur. Edhe sikur të zbresi shkallët e një pallati të ngjitish me vrap, ajo digjet. Mirë, po njeriu bën të kundërtën. Friksohet rri. Atëherë njerëzit duke mos i ditur të merrohen. Edhe mund vinë njerëz të cilët kujtojnë veten aq të smurin, mbajnë prindit për krahas, se tash ti është prishur gjumi, është prishur reksi, prishur gjitha, domethënë, i dhem koka, i dhëmbin gjymtyrët, zemra i shton rrahjet, me zimbushet me frym, se mendimet e tij aty pondojnë vetëm te ekstremi, te negativisht, i ka rënë potenca, gjitha, ai nuk di çfarë rregulloj më parë. Ka pastaj që kanë shkuar te psikiatrit që i thot psikiatri, thot duket thot sikur thot mendja kështu ashtu, po, psikiatri i shkruari po lep se kujto sikur i thot dëgjon zëra. Këto nuk janë zëra nga jashtë, këto janë mendime të brendshme. Edhe çfarë bëjnë klientët kur shkojnë nëpër doktor, duke dashur gjë interman, për çdo gjë që e pyet doktori thot, po, shumë, ai shkrui receta ai, e kupton ti. Edhe çuditën kur vin që 1 s'ka asnjë rrezik nga këto. 2 janë sëmundje. 3 trajtohen me psikoterapi dhe me barna bimore. 4, do të thënë, je i mbrojtur nga smundjet e zemrës, nga mushkëria, nga çmenduria, nga rënja të fiket, nga depresioni. Ju po thoni jepen vajra bimore. Zolofti në cilën fazë jepet? Jo, Zolofti është kimikat, Zolofti ose sertralin, është antidepresiv, është shumë i mirë si antidepresiv, mirë po ka një veti që të përgjum pak, edhe uli qik edhe libidon. Tani, e vërteta është që psikoterapia është shërimi më i mrekullueshëm. Pse?
njeriu merret me shqetësimet e tij, edhe e fut mendjen në islla, edhe nuk i ka më frikë, edhe jeton normalisht. Se në qoftë se unë për shembull të zëm, se unë e kam obsesion, jam xheloz, shumë. Edhe ti tash do më japësh mu Zoloft. Edhe Zolofti më të vërtet një lloj sikur të më japësh alkol, më vjen gati si në gjumë. Unë se kuptoj tash ti ç'është. Mirë, po s'duhet nga sas makinën, as duhet lexoj librin se kuptoj, dashuria, domethënë zbehet fuqia e gjitha këto. Tash ti vërtet më ke qetësuar mua. Po më ke qetësuar duke më vënë trurin në gjumë, më ke bërë të paaft. Unë vërtet tani se mendoj më xhelozin si më parë, obsesion. Por unë tani s'jam gjendje të bëj gjërat e tjera. Unë duhet të vrapoj, të qesh, të gëzohem, të studioj, të ngas makinën, të bëj dashuri, gjitha. Kurse psikoterapia merret tamam si me kompjuterin, se kompjuteri është në rregull truri, po duhen rregullu programet, mendimet. Atëherë pra, duke punuar vetëm në këtë ku është tamam ajo pika kështu, duke rregullu mendimet, unë filloj e marr veten. Pse? Po truri nuk jep më komandat gabura, se e di, se një zë i frikshëm i thot që do ndodhe kështu, zëri tjetër thot, jo, se ai doktori më ka thënë që urdhëro shive këtu, s'ndodh kurrë kjo, do me thënë. Ne vendosim një ekuilibër dhe komunikim të drejtë me veten tonë, duke qenë ne të parët psikologët e vetvetes apo jo. Për shembull, unë këto kam sapo merr një mesazh një klientje që thot kur kam filluar seansat me psikoterapi, thot nuk kisha besim por më tepër më detyruan njerëzit e shtëpisë. Me një herë thot, që në seansin e para po dytë unë kuptova shumë gjëra. Pastaj njoha veten. Pastaj njoha këto se ç'janë. Unë nuk besoja që mendimet e mia obsesive do ikshin ndonjëherë. Më ishin bërë si një sistem alarmi që vetëm shtyhet butoni. Pastaj kur ti më thoje mua që ti do vaksinohesh dhe mendimet e tua, domethënë s'do të bëjnë më përshtypje, tani ka ardhur një moment që unë qesh me ato mendime. Se unë i di se ç'janë tani. Edhe i them, hajde nisër doni. Tani ju njoh mirë se kush jeni. Është një lloj sikur dikush na ka të merruar me një revole kauçuku. Ne pasi e kuptojmë se as nuk shtin, as nuk të bën gjë, qef nuk e kemi të na i drejtojë, po fillojmë edhe qeshim dhe ne pastaj me te, domethënë, edhe kështu. Si është shkaku më i shpeshtë, profesor, që ju keni vënë re ndër klientët tuaja të ankthit, panikut, të frikës? Janë të lidhura këto me kushtet sociale-ekonomike në cilat ne jetojmë, apo janë kryesisht individuale, secili rast në vete? Shiko tani, kjo është një pyetje vërtet e bukur, se njerëzit kujtojnë se këta shkaktohen për shembull nga varfëria. Jo, mos u çudit, njerëzit e varfër janë duke vrapu për të gjetur një punë, për të çu 5 lekë shtëpi, ai domethënë nuk ka kohë të merret me këto. Kurse këta që kanë një çik që janë si kot, edhe rrinë e mendojnë e fantazojnë shumë, edhe krahas të mirave të mëdha që ka interneti, kompjuteri, ka krijuar dhe që si kemi njohur për shembull cyberkondri. Cyberkondri do të thotë frikë që krijon interneti. Duke lexuar për smundje të ndryshme, për shembull, unë që jam doktor i di dhe sa do të lexoj di. Duke i lexuar ti, lexoj thuare, më duket se këtë e kam unë. Edhe fillo pastaj dyshon. Pastaj vepron ajo që quhet psikosomatike, duke pas frikë, duke menduar ta jep tamam aty dhimbja. Se dhimbja krijohet këtu tjetër, pastaj edhe organi. Është një lloj sigurej i kishte gishtat dorën protezë edhe i dhimbnin gishtat, s'është këtu. Edhe kjo quhet psikosomatike. Edhe fillojnë pastaj, duke u bërë vëzhgues të shëndetit, edhe vrapojnë analiza, kontrole, më vinë mu me dosjet më dha, me ku s'kanë qenë për doktor, sa lek shumë kanë harxuar, e vërtet është e thjeshtë. Janë të trembur dhe kanë krijuar fobi për shëndetin. Ashtu. Dhe nuk kanë asnjë sëmundje, por u është bërë kjo quhet ashtu hipokondriaz. Hipokondriaza kap njerëzit të cilët nuk janë profesionistë, po lexojnë shumë edhe nuk dinë ta ndajnë. Ai për shembull mund vjen me bindje, thotë unë jam me depresion, pik, thotë. Edhe e kam të mbaruar këtë. Po pse? Po çohemi mërzitur, jam i lodhur, jam i kputur, jam kështu. Kam bërë dhe testet thotë në internet. Kur i bëu testet, me një pyetje që unë i bëj atij them, kur dëgjon se dikush vrau veten, ty domethënë thu mirja bëri shpëtoja, po të kap merr. Jo, thot, po ti se duron edhe si mendim, kurse ai që është me depresion, mendimin për vetvrasje e ka ngushëllim ai, e shef si zgjidhje ai. E thot, se let ndodh çfarë ndodh se i ditë do ja gjej dërmonën, bile. Prandaj
ata që janë me depresion, këtu e dallon. Frika nga vetvrasja, po e ka frikë s'është me depresion. Po e kërkon, e ka dëshirë, domethënë i ka dalë qefit jeta komplet. Ai me këtë pyetje i përjashtohet nga depresioni, aty është mbushur mendja top se është me depresion. Edhe bile shkon në farmaci, merr barna antidepresive që i ka lexuar në internet. Farmacistët tutën e t'i japin. Mjafton shkosh ti kërkosh, faleminderit shumë që erdhe, urdhëro çfarë do, kurse jashtë nuk t'jep një valium ai pa recetë. E mbron ai qytetarin jashtë. Këtu te ne shko ti te farmacit, hajde ne kemi bërë provë, pa recetë fare, marr deri edhe olanzapino dhe rispolep, që janë artillerie e rëndë që përdoren për psikotikët. Edhe kështu që tani nuk është puna se kushtet ekonomike, e kupton, por është puna se është i qik kotësia një, qik informacioni i gabuar dhe i tepruar, e kupton. Dy, se për shembull jepen lajmat gabuara, ty thot që thot me stres të madh thot dhe vrau veten. Jo. Stresi nuk të çon në vetvrasje, çon depresioni madhor bipolar. Ai jep lajme thotë tjetri, "Hore me stres jam dhe unë", thotë, "Më duket se po unë i shkret, ja kupton?" Doktor, a duhet ne ti diferencojmë në mënyrë të duhur ajo çka quhet është lodhje, që vjen nga një moment jetësor, puna apo një problem familjar, ajo çka quhet mërzi është mërzi. Domethënë të kemi një etiketim të mirë të termave për të mos bërë ngatresa dhe për të mos nxitur ndoshta edhe aty ku nuk është diçka për ta nxitur tjetë. Psikologu të mëson të dallosh nga smusit e jashtëm, të cilët jeta neve na sulmon. Nga smusit e jashtëm, për shembull, një gocës që i ka ngorë qeni dhe rrinte qante, nga fieri i kishin dhënë ilaçe depresioni. Ajo s'është me depresion. Ai quhet depresion normal. Ajo let çaj, let jetë e mërzitur, asaj do i kalojë. Bile ka nevojshme çaj ajo ta nxjerrë. Duke i dhënë barna që e trullosim, ne nuk e lëm ta nxjerrë, nuk e lëm as ta nxjerrë atë. Ajo ka nevojshme të çaje. Kur i vdes një njeri, njerëzit kanë nevojshëm të shprehen çajin, bisedojnë. Nga smusit e jashtëm duhet parë marrë konsiderat 1. Nga smusit e brendshëm mendimet duhet marrë konsiderat 2. Origjina duhet marrë konsiderat 3. A kupton? Ne s'mund ta quajmë të çmendur një mama që thotë që djalin tim ma sulmojnë të gjithë, vetëm si i thot djali, mus më duan, thotë mu më bëjnë, mamaja fillon tregon. Tu tash kemi të bëjmë me diçka të induktuar. Ashtu, nuk kemi të bëjmë me diçka që të themi, kjo mama shef ëndra me sy hapur është e smur, hajde shkruaj barna kësaj. Jo. Pra duhet marrë konsiderat të gjitha këto. Moshat duhet marrë konsiderat. Fakti që stres, panik, ankth kanë moshat e reja duhet marrë konsiderat. Pse? Po truri i tyre është në zhvillim. Do të thënë nëpërmjet krizave do zhvillohet. Prandaj madje ky lloj depresioni duhet quajtur edhe si fenomen normal ky i moshave të reja. Do të thënë dukuri normale që i zhvillon nëpërmjet krizave të vogla, vjen pjekuri e madhe, duhet marrë parasysh. Jo direkt psikologu i shkollës i thot prinit e ke fëmin me depresion. Ai mund të jetë shumë sederli, ai mund të jetë shumë kështu. Po, ai mund të jetë një djalë që ka masturbuar shumë, kujto se ka dëmtu veten. Ai mund të jetë një vajzë që ka përjeton dashurinë e parë, mund të jetë dikush që ka psuar një zhgënjim, një kështu. Si i thuti e ke me depresion edhe le fëmia mësimet e shkone për doktor, psikologu i shkollës, studentët tanë janë ato. Por direkt nxitojnë për të dhënë një konkluzion edhe e thonë si pa të keq sikur t'i japish tjetër një, jo po ti, domethënë unë ta them ta dish. Si ta dish? Avash. Profesor, disa këshilla përfundimtare. Këshillat smarojnë këtu në këtë. Edhe jo më kot, domethënë klientët që trajtohen minimumi 5 seanca dhe shkon te 20 seanca se është tamam si një kurs. Nuk po themi si një kurs, si një gujit, tamam, gujit, bukur e the. Nuk është si një kurs për shembull si po themi të mësosh gjuhën e huaj, po si të marrësh patentën. Pastaj s'ke më frikë dhe na shoh. Këshillat përfundimtare janë që para punës si herë, sidomos moshat e reja, çdo prind duhet ta thrasi herë psikologun ta pije një kafe me të për problemet e veta, për të fëmijës, për këtë. Gjithmonë domethënë ka diçka se ç'rregullosh këtu. Siç e marrun atë mjeshtrin i them ma shifi çik shpinë. Mos ka nej, jo kur të pikoje, e kupton? Pa pikuar, po. Se gjërat kur kapen fillim, trajtohen shumë më lehtë e bukur, edhe ne duhet ta bëjmë si perëndimi që e sheh gjërat edhe të thjeshta e sheh herë, domethënë se i kushton shumë më lirë. Ashtu, kjo është këshilli e parë që psikologun ta kenë si mik të shtëpisë. Ashtu.
O dikush mund të thotë që ky tani po bën reklam, jo se i bëj reklam psikologut. Për shembull, unë them drejtën s'kam kohë të pi kafe me njerëzit, por ka psikolog sa të dush. Domethënë që merret, i shohë herë ato fëmijë, a kupton ti? Me çfarë merren, çfarë studiojnë, se ne kapim gjëra. Unë për shembull, po të shoh ty të zëm duke shkruar një artikull gazete, s'ja di ato siç ja di ti, ose po të shohim një që gatuan, nuk ja dim. Cili ka specifik në vetë dhe psikologu rregullon shumë gjëra, saqë njerëzit pastaj habiten thonë, "Ore, ku pasim qenë me sa ndryshim i madh." Pra, këshilla e dytë është që njerëzit t'i japim ngarkesën që i takon. Njerëzit mos t'i mësojmë që të rrinë kot, edhe të jenë domethënë gjithmonë të tërhequr. Zonë e rehatis, po e ndoj që si shumë, po nuk u përballe, zonë e rehatis të kthen në burg shtëpiak, mbyllë shtëpi. Unë kam klient që trajtoj, që i kam nxjerr nga burgu shtëpiak. Për shkak të frikrave janë mbyllë në shtëpi. Edhe në shtëpi pastaj do një shoqërues, i thot po më ndodhi diçka ta kem këtu. Edhe kur del do një shoqërues. Këta kanë ikur nga liria, janë vetë izoluar, nuk kanë guxuar të përballen, të shkelin dhimbjen. Pra duhet ta shkelim dhimbjen me informacion, me dije, jo dhimbje kuturu, edhe të kalojmë te mundësitë e pafundme. Prandaj duhet ngarkesa ndaj njerëzve, edhe detyra dhe detyrime, edhe ndaj fëmijëve. Dhimbshuria këshilltar i keq. Se shumica e njerëzve tani, për shembull, mendojnë që ti sigurojmë fëmijës kushte, thotë, ka dhomën e vet, ka kompjuterin, bëje çfarë doje. Me këtë takohet fëmia atje se din ai. Për hapje drogës është emet e madhe jo vetëm arsimit, po edhe vetë prindërve. Duhet ta dije prindi se ku shkon fëmia. Ta ndjekim hap pas hapi. Ta ndjekim Dhe ti jemi kështu. Te këshill ta jep edhe bariu që thot unë du ta di për çdo krer bakti se ku shkon thot, edhe çfarë bën. Jo ne i lëm se liri, bëj qef, është i ri. Bëj qef, po këtë qef pastaj si më se paguaj. Po. Tjetër, edukata seksuale në shkolla mungon. Gjasme sikur është, po nuk është ashtu. Unë para 30 vjetësh kam shkruar një libër, edukata seksuale. Shumë njerëz në zhvillimet e rinisë tremben se nuk kanë zhvillim të saktë. Zhvillimi është normal, ai trembet, thotë us jam normal. Edhe shef veten, është çudi e madhe, ka homofobi. Ai s'është fare homoseksual, ka frikë se është. Edhe pastaj friksohet nga këto dukuri normale që janë nga ëndra erotike, për shembull, që mund të shohin ndikimi i televizorit kështu, ose nga fakti që zona anale është zonë erogjene, i trembet kësaj dhe vjen këtu i tmerruar që unë nuk jam për të martuar se jam homoseksual. Bëjmë testin s'del homoseksual. Testi është i thjeshtë. Ëndrat erotike shumicën, më çaj shefti mashkulli me femër, po në rregull. Masturbimin me objekt femër apo mashkull, femër thotë, në rregull. Kur ka fillu pjekuria seksuale të katërheq femër apo mashkulli, femër. Edhe të dush të jesh homoseksual s'mund të jesh. Habitet ai. Domethënë, janë fobi të ndryshme, janë 3000 sa fobi. Edhe kur e dëgjon tjetrin, të duken aq të çuditshme, sa mirë po tjetri i vuan. Atëherë këtu specialistë janë dan çfarë është reale dhe çfarë është e krijuar në mendjen e tjetrit dhe që na e vështirëson dhe ne më tepër situatën. Kanë qenë këshilla shumë të vlefshme. Unë falenderoj për kohën dhe besoj se do të jetë nevoja për të takuar sërish. Faleminderit. Edhe unë ju falenderoj dhe të them të drejtën për këto fobi, të paktën për këto që janë si më të shpeshta, duhet folur për secilën veçanti, se njeriu kur merr një informacion, a kupton, e ka shumë më të lehtë ta menaxhojë, ta trajtojë atë. Dhe jo të gjithë kanë mundësi të takojnë psikologun, jo të gjithë kanë mundësi të paguajnë, po themi, edhe kështu që ju ndihmoni e çoni fjalën atje ku duhet. Edhe për mua. Miqtë mi, ju përshëndes.